Për maturantët, kjo periudhë është më e rëndësishmja. Pas provimeve të maturës, ata duhet të zgjedhin tekët e studimit në universitet. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, tregon se nga këshillimi i karrierës me nxënësit rezulton se programi më i preferuar i maturantëve ekselent është mjekësia. Dhe tipologji të ndryshme për zgjedhjet që kanë bërë këto maturantë. Kemi maturantë që vinë nga shkollat private që kanë zgjedhur Universitetin e Shkodrës për të mbyllur ciklin 3 vjeçar bachelor. Kemi maturantë që vinë nga shkollat publike që po kanë zgjedhur Universitetin e Shkodrës, pra një universitet publik, ashtu sikurse kemi numër të madh maturantësh që vazhdojnë të përzgjedhin mjekësitë dhe degët e mjekësisë ose degët e IT-s në Shqipëri. Pjesa më e madhe e maturantëve ndjekin studimet në universitetet shtetërore, kryesisht kanë përzgjedhur Universitetin e Shkodrës Luiç Kurakuçi. Frekuenca më e madhe e përzgjedhjes në fakt është e universiteteve shqiptare dhe kjo në fakt edhe ne na kënaq sepse duam që studentët tanë, maturantët tanë të përfundojnë ciklin e studimeve këtu dhe sigurisht vazhdojnë pastaj të japin edhe kontributin e tyre këtu tek ne në Shqipëri. Gjatë ditëve në vijim, maturantët përmes portalit U-Albania do të përzgjedhin programet e studimit dhe fakultetet ku duan të zhvillojnë studimet për 3 vitet e ardhshme. Për shkak të këshillimit të karrierës të zhvilluar gjatë vitit shkollor, maturantët janë të gatshëm të fillojnë rrugtimin e tyre dhe formimin akademik në fushën e preferuar.